Leximi nga Apostulli i ditës. Veprat e Apostujve, kapitulli 21, vargjet 26-32. Atëherë Pavli i mori me vete ata burrat dhe ditën tjetër, si u pastrua bashkë me ata, hyri në tempull dhe lajmëron kur mbushen ditët e pastrimit, kur do të bijej dhuratë për secilin prej tyre. Edhe kur do të mbusheshin të 7 ditët, ata judejnë që ishin nga Azia, kur e pan atë në tempull, përzien gjithë turmën dhe vun duart mbi të, duke bërtitur: "O burra Izraelit, ndihmonani. Ky është ai njeriu që mëson kudo gjithë njerëzit kundër popullit dhe ligjit dhe këtij vendi." Dhe madje edhe grek futi në tempull dhe ndoti këtë vend të shenjtë, sepse kishin parë më parë Trofim Efesianin bashkë me të në qytet, të cilin pandeni se Pavli e kishte futur në tempull. Edhe u tum gjithë qyteti dhe u mblodh populli, dhe si zum Pavlin e hoqën jashtë tempullit dhe për njëherë u mbyllën dyert. Edhe të kërkonin ta vrisnin, shkoi fjala te kryemishi i repartit se gjithë Jeruzalemi është razuar. Ky për njëherë mori me vete ushtare kryeqindësh e u sul poshtë mbi ta. Edhe ata kur pan kryemishin dhe ushtarët, pushuan së rahuri Pavlin. Leximi nga Ungjilli sipas Johanit, kapitulli 16, vargjet 2-12. Do t'ju nxjerr nga sinagogat. Vërtet vjen një orë në të cilën kushdo që t'ju vras do të pandesi i shërben Perëndis. Edhe këto do t'ju a bëjnë juve sepse nuk e njohën atin as mua. Por ju a fola juve këto që t'i sillni ndërmend kur të vijë ora se unë ju a thash juve. Edhe nuk ju a thash juve këto në fillim, sepse isha bashkë me ju. Po tani po shkoj tek ai që më dërgoi, dhe asnjë prej jush s'më pyet ku shkon. Po sepse ju a fola juve këto, hidhërimi mbushi zemrën tuaj. Por unë po ju them juve të vërtetën, se është mirë për ju të shkoj unë, sepse në mos shkofsha, ngushëllimtari nuk do të vijë tek ju, por në shkofsha do ta dërgoj atë tek ju. Edhe ai kur të vijë do të qortoj botën për faj dhe për drejtësi e për gjyq. Për faj sepse nuk më besojnë, dhe për drejtësi sepse shkoj tek i mat dhe më nuk më shihni, edhe për gjyq sepse urdhëruesi i kësaj bote është gjykuar. Edhe shumë kam për t'ju thënë juve, po tani nuk mund t'i mbani.